Shkodra jo me tradit. Hite verore 2016. Më datë 5 korrik, televizioni Blue Sky organizon edicionin e 4 të Hite verore 2016. Artist, këngëtar, tekst shkruar, ju që e doni dhe adhuroni muzikën, bëuni gati për një mbrëmje gala, një mbrëmje fantastike. Evenimenti më i rëndësishëm i sezonit të verës, ku ftohen të marrin pjesë të gjithë këngëtarët të cilët dëshirojnë të performojnë hitin e tyre të sezonit të verës. Një show i jashtëzakonshëm, ku të gjithë këngëtarët do të jenë finalistë së bashku në një natë të vetme, ku do t'jepen plot 10 çmime. Do të kemi shumë të ftuar special, të cilët do ta bëjnë të paharruar për ju artistë të dashur mbrëmjen e 5 korrikut në Art Center Blue Sky. Sigurisht që ky eveniment është ideruar krejtësisht ndryshe nga vitet e tjera. Do të kemi ndryshime nisur nga skenografia, nga ndriçimi, nga pjesëmarrja, si dhe plot surprizat e tjera na presin më datë 5 korrik 2016 në Hite verore. Por këtë eveniment të mirë organizuar, sigurisht që duhen dhe sponsorat për të na mbështetur. Gjithashtu ftojmë dhe të gjithë biznesmenët, firma të ndryshme, të cilët dëshirojnë të jenë sponsor i këtij eventi kaq të rëndësishëm, të cilët sigurisht do të mbeten gjatë në ekranin e televizionit Blue Sky Music. Ndaj falenderojmë sponsorin kryesor, firma Exalco, pijen energjike B2. Falenderime gjithashtu për parukeri dhe velari Elizabeta, velat më të mirë të vitit 2016. Gjithashtu falenderojmë dhe shkollën e parukerisë dhe estetikës Afrodit, Hotel Meteor, Astrid Sanai Construction, me seli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe kompania e spektakleve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Albis Pakis, me president zoti Naser Nika. Hite verore 2016.